ambasador, pikërisht për ta vazhduar mendimin dhe për ta mbyllur pjesën e parë, NATO-ja filloi projektin Eastern Sentinel, roja lindore. Sërish të vonuar kam përshtypjen, ndërkohë që dronët rus vazhdojnë dhe nëse mund përdor një fjalor të zhargonit të përditshëm, bëjnë qef në hapësirën e NATO-s kudo që ata duan. Po. Unë mendoj që duhet parë në dy kënd vështrime, Franco. Ideja e disa dronëve të cilët provokojnë është çështje më tepër testim dhe mbajtje nën presion në atë dhe Europa këtë e kupton. Këtë e kupton sepse nuk është një rrezikshmëri reale për Europën. 10-20 dronë se vetëm në Ukrainë shkatrohen brenda NATO-s, ka patur raste më shumë se 3.000-4.000 dronë. Dhe prodhimi i tyre është një nga çështjet kryesore që gjithë vendet europiane tani e kanë me prioritet, domethënë prodhimin e dronëve si një nga armët e shekullit 21, me cilën me kosto të ulët mund të kryesh veprime tepër të rëndësishme, e provoi Ukraina duke goditur brenda territorit rus atje, dhe dyta të krijohet një sistem për të ulur këto kostot me drejtë, tha Makri, që kushton shumë më tepër e asgjësimi këtyre dronëve se sa prodhimi tyre, që nuk kalon më shumë se $120.000, domethënë, sepse realizojnë, bajnë ngarkesën e caktuar, bëjnë veç shkatërimin, siç mund të janë shumë dronë dhe kaq është. Kurse një predh aeroplani, një ngritje e tij e gjithë vën kostot aq sa I tha nga 700.000. Kjo nuk. Prandaj Europa edhe në takimin e fundit që ishte të NATO-s, dy gjëra ishte: mbrojtja anti-dron në radh parë dhe një shpërndarje të teknologjisë edhe si do të veprohet, jo vetëm për ndihmuar Ukrainën, por e për ndihmuar veten se si do të ballafaqohet në të ardhmen me këtë strategji të re luftimi. Të nderuar shikues, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe paneli ton me ambasadorin neshor, profesor Halilin, do na bashkohen edhe dy panelistë të tjerë, njëri nga Moska dhe tjetri nga Washingtoni, për të analizuar realitetin e ri diplomatik me planin 28 pikësh të presidentit Trump. Mos u largoni, do të jemi sërish së bashku vetëm pas pak.